ka patur një tension ndërmjet zotit Meta dhe zotit Klapi. Gjithashtu dua të theksoj që zoti Klapi sot ka qenë i vetëm, nuk është paraqitur as zoti Kraja, zoti Dumani, dhe pasi ka relatuar ka qenë shumë i pasakt qoftë në datat, qoftë në momente të ndryshme kohore, dhe kjo ka bërë që ne të irritoheshim dhe ta ndërprisim her pas here. Dhe kjo është një seancë, Klodi, do ta kuptojmë. Ne jemi seancë të fazës paraprake që duhet të shikojmë të gjithë veprimet procedurale që ka bërë organi procedurës. Në momentin që ata mashtrojnë dhe gënjejnë përpara gjykatës, si rasti lobimit, ku në fakt zoti Meta nuk ka firmosur asnjë lloj dokumenti. Ata relatojnë fakte të cilat i interpretojnë, dhe prokurori në 30 faqe tha, unë do t'i relatoj këto, tha, por këto nuk janë prova. Dhe vazhdonte i relatonte. Problemi qëndron, ne po i kemi kërkuar, duam ku është akuza. Pra akuza konkrete për zotin Meta, zonjën Kryemadhi e kështu me radhë. Ata nuk kanë sjellë listën e provave. Pra akuzën konkrete, listë e provave ku e bazojnë akuzën. Dhe ky është një problem shumë i madh, ju e dini sepse jeni gazetar që vajtët vite këtu, dhe si mund të vi prokurori pa shoqëruar kërkesën me listën e provave. Ma thoni, ma tregoni. Në rastin konkret nuk ka sjellë listë e provave. Ne da sjellim sot, por akoma nuk e ka sjellë, dhe në rastin që ka sjellë listën e provave, padyshim që ne irritohemi ndaj çdo lloj paqartësie që prokurori bën në relatimin e tij. Qesdia nuk ekziston, pra, dhe vetë prokurorët nuk janë të bindur. Pra qesdia është një nga akuzat të cilët ka zoti Meta, dhe dy akuzat e tjera janë ato që ju e dini për sa i përket lobimit, pa pastrim për penale, që është lobimi, dhe pjesa tjetër është deklarimi, mos deklarimi kështu me radhë. Pra janë akuzat të cilat mos deklarimi dhe apo deklarimi rrem është e ka mbajtur bashkëshortja e tij, sepse ajo ka kryer të gjitha veprimet. Që në momentin e parë zonja Kryemadhi ka deklaruar që të gjitha veprimet që kanë bërë për familjen për sa i përket shpenzimeve dhe deklaratave që janë bërë, pra për formularit të deklarimit, i kanë bërë unë. Dhe në fakti që e ka marrë përsipër ajo, ne nuk mundet tani që të themi që nuk ekziston. Por për sa i përket akuzave të tjera, të pastrim të veprës penale, por edhe të qesdias, mendohet se këto do pushohen. Prej për momentin. Sepse seanca u ndërpres, sepse ne kemi arritur te faqja 104, ju e dini janë 217 faqe plus edhe atyre prova të reja që prokurori ka sjell, janë rreth 250 faqe, dhe nuk ka përfunduar sepse ju e dini që ne e kemi kërkuar që duhet t'i lexoj rresht më rresht, fjalë më fjalë dhe gërm më gërm. Dhe kjo ka qenë arsyeja që po sot ka vonesa, dhe ne do vazhdojmë që ta kërkojmë këtë në të gjithë dhe në pjesën e mbetur të relatimit. Pra janë akoma rreth 120 apo 130 faqe për relatuar që nuk besoj që të përfundoj sot.